Kuptimi I parë që e nisa unë boksin ishte për arsye që kisha ngritë shumë pesh. Se mendoja kur që do arrija në këtë nivel që jam tani. Dhe vazhdova stëvitjen me mujtë të me profesorin. Pas 6 muajsh ai kuptoi që unë kisha një talent. Tha, po të vazhdosh me këtë ritëm dhe po të jesh I disiplinuar, unë do bëj pamundën që të bëj diçka që ty nxjerr kampion. Kuptimi I trajnerit ishte se nëse unë vazhdoj me këtë rrugë, dhe nëse unë jam I disiplinuar, unë do të nxjerr kampion. Unë vazhdova rrugën time dhe ja arriti qëllimit si trajneri si unë. Jam stëvitur 5 orë, 6 orë në ditë. Shumë kemi punu, dhe ja arritëm qëllimit. Ndërherë mendoja ti që dorë, sepse nga lodhja, jo lodhe shumë, jo disiplina, du të lësh vetë shoqëri, njerëzit tuaj, nuk ke kohë për ata, sepse sporti do t'je shumë I përkushtuar mas atyne, po gjithmonë mendoja jos, unë nuk heq dorë nga sporti, sepse sporti është diçka për njeriu. Trajneri im është Ismail Keta. Besimi im ishte kaq sepse ai kishte arrit diçka për vete, edhe mu ja arrinte të bante. Trajneri më ka thënë mu, nëse ty të rritet mendja ti nuk je askushëm. Dhe hiq dorë nga rrugët, hiq dorë nga gjithçka, sepse sporti s'ka lidhje me këto gjëra. Ja di shumë për nder atij, dhe unë deri tani ja kam gjuar fjalën atij dhe nuk ja kam diskutuar fjalën asnjëherë. Trajneri im ka thënë që sporti, boksi, bëhet me trunë dhe jo vetëm me forcë. Fortë ka gjithkund. Fortë s'jemi vetëm ne, fortë janë gjithë njerëzit në rrugë. Pa ma kush punon me mend dhe kush punon me trunë, ja del një ditë. Në trajneri më thanë drejtën, është I qikë si rap, s'ne shumë kohë, vetëm stërvitje, po kur jam në Gjermani, kaloj kohë me ta. Nëse këtu në Shqipëri ai ka shumë, është më ngarku, më shumë ngarku, s'ka shumë kohë, vetëm për stërvitje, trajning. Ditë zakonshme si një njeri normal, pim kafe me shok, me shoqe, I respektoj gjithë njësoj, nuk gjithë në mënyrë barabartë, nuk është një ma shumë, një ma pak. Ndoshta mungo vetëm ajo vizita që rria me njerëzit e mi ma shumë, kisha kohë me ata, tjetër gjëra jo, për shembull jeta, atë jetë që baja unë, jetë natë, jetë rruga, nuk duhet t'ja di ma, nuk pëlqen, fare. Ato që e kam pas dëshirë dhe ja kam arrit, s'kam asnjë diçka që mund të ketë ngel peng që se baja. Momenti më vështirë ishte ndeshja e fundit tashni, që u bëra kampion Evropës, sepse luftoja para popullit tim shqiptar dhe nuk mund të humbja para këtyne që në vinte tur për vete nuk dita se ç'a të bëja po të hupja neshën. Dhe kundërshtar, kam pas dhe kundërshtar të fortë, po ma me teknikë dhe ma me përvojë ishte ky kundërshtar I fundit. Po shoqëria arritëm me sukses. Fal trajnerit dhe fal punës që kena bërë gjithë këtë kohë. Frikë nuk kisha, në fakt, kisha besim që fitoja, po ndërherë mendoja vetëm se ishte në Shqipëri, po t'isha në një vend tjetër nuk e mendoja fare, po isha në Shqipëri, kisha frikë që po të humbas neshën para popullit tim, vetëm kjo ishte. Shumë emocione para ndeshjes, madje një natë përpara s'më zinte gjumi fare.
Vetëm mendoja ndeshjen që do bëjmë ring. Trajneri ishte njeriu i parë, i thash faleminderit. Vetëm ti fitove, këtu nuk fitova unë. Se besoja se kam fitu i herë një 30 sekonde, një minutë, se besoja, pastaj e kuptova që kam fitu ndeshje. Ëndra ime më e madhe është për kampion bote, t'ja arri qëllimin që ndeshëm për kampion bote, pastaj kampiona nuk bëhen gjithë, kampion bëhet një. Është një shprehje e vjetër që më thuj me ka rrit dhe them se kush je. Dhe trish me kampion do bëhesh.